Pini uthull molle, por mos bëni kurrë këto 12 gabime. Uthulla e mollës është një tonik natyral që ka shumë përfitime shëndetësore si humbja e peshës, ulja e sheqerit dhe kolesterolit. Sidoqoftë, konsumi i rregullt i saj mund të shkaktojë disa efekte anësore nëse e tepëroni dhe nëse bëni këto gabime. Sipas Medical News do të rëndisim gabimet të cilat nuk duhet t'i bëni kur e konsumoni uthullin e mollës, pasi mund t'ju përkeqësojë shëndetin tuaj. Mund të ndikojë në problemet me stomakun. Njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun ose thjesht një stomak të ndjeshëm duhet të jenë të kujdesshëm me sasinë e uthullës së mollës, pasi mund të përkeqësojë edhe problemet tuaja. Ekspertët këshillojnë të mos konsumoni më shumë se një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë, ose nëse jeni të ndjeshëm, ta evitoni atë fare nga dieta juaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës mund të shkaktojë diarre. Konsumi i rregullt dhe i tepërt i uthullës së mollës mund të çojë deri në diarre. Kujdesuni që ta përdorni në mënyrë të ekuilibruar dhe të moderuar. Mjafton 1 deri në 2 lugë gjedhe të tretura në ujë dhe asesi direkt nga shishja, pasi mund të ndikojë në çështjen tuaj tretëse. Mund të ndikojë uthulla e mollës edhe tek shëndeti i veshkave. Ka shumë shqetësime në lidhje me uthullin e mollës dhe efektin e saj për veshkat. Personat me probleme të veshkave nuk rekomandohen shumë ta përdorin uthullin e mollës. Ata që abuzojnë me përdorimin e uthullës mund të dëmtojnë veshkat për shkak të aciditetit që mund të kenë. Uthulla e mollës mund të shkaktojë gjithashtu edhe fryrje. Nutricionistët pohojnë nëse konsumi i uthullës së mollës vonon zbrazjen e stomakut që mund të shkaktojë humbje të përkohshme të peshës si fryrje serioze, gazra dhe të përzjera. Për të shmangur këtë shqetësim, shtoni pirjen e ujit dhe hani perime me fibra të larta. Ekspertët këshillojnë ta përdorni si duhet për të evituar këto probleme. Teprimi me uthullin e mollës mund të rrisë refluksin e acidit. Njerëzit të cilët vuajnë nga urthi duhet të jenë shumë të kujdesshëm ndaj ushqimeve të tilla acidike, siç është edhe përdorimi i uthullës së mollës. Nutricionistët paralajmërojnë se uthulla e mollës mund të rrisë nivelin e aciditetit dhe të rezultojë në ndjesi djegje të shtuara. Prandaj, nëse jeni pjesë e kësaj kategorie, duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm me përdorimin e uthullës së mollës. Teprimi me uthullin e mollës mund të nxjisë ndjenjat e dobësisë. Disa njerëz përpiqen të mbijetojnë kryesisht duke pirë uthull molle, por trupi nuk merr kalori të mjaftueshme për të funksionuar. Nutricionistët rekomandojnë të pini uthull molle si pjesë e një vakti të kombinuar me perime, proteinë dhe karbohidrate. Kjo mënyrë e shkëlqyer do ju jap energji të mjaftueshme. Uthulla e mollës mund të ndikojë në humbjen e përkohshme të peshës. Nëse doni t'i përmbajni dietës me uthull molle, kjo do ju ndihmojë të humbisni përkohësisht peshën, por dieta rrënuese do të çojë në ngadalësim të metabolizmit, duke u bërë më të vështirë humbjen e kilogramëve të tepërt. Uthulla e mollës mund të çojë në rritje të oreksit. Si rregull, disa njerëz përpiqen të përdorin uthullin e mollës për të shtypur oreksin. Sidoqoftë, nutricionistët pohojnë se kjo mund të rezultojë në pasoja të pakëndshme dhe të shkaktojë uri të tepruar dhe ky produkt është i ulët në kalori. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të njerëzve, tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e uthullës së mollës për të mos shkaktuar gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Është e rëndësishme që uthulla e mollës të përdoret me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara nga eksperti. Gjithmonë duhet të tretet në ujë. Uthulla e mollës ka shumë vlera shëndetësore, megjithatë përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra se si e shtoni atë në dietën tuaj. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë vërtet të dëmshme në shëndetin tuaj dhe të ndikojnë gjithashtu në përkeqësimin e tij. Uthulla e mollës gjithmonë duhet të tretet në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kurrë pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që shkakton dëme në ezofag dhe në stomak. Mënyra e duhur e pirjes së uthullës së mollës është të ta tresni atë në ujë, që të mbroni fytyn, gjithashtu edhe stomakun.
Edhe kur ta tresni në ujë, uthulla duhet të pihet nëpërmjet një pipze dhe më pas të prisni 30 minuta dhe të lani dhëmbët si zakonisht. Mos e pini uthullën e mollës pas buke. Nëse e keni zakon të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha të ndryshoni rutinën tuaj. Pasi me kalimin e kohës, njerëzit pësojnë në një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shpërbëhen ushqimet në stomak. Për rrjedhoj, uthulla duhet të tretet në ujë dhe duhet të pihet përpara vaktit në mënyrë që të përmirësojë tretjen dhe të shmangë gjithashtu edhe problemet të tjera të saj. Nëse nuk e pini ashtu siç është, uthulla e mollës mund të kombinohet edhe në sallata të ndryshme ose edhe në ushqime të shijshme, ndaj përdorimet e saj në dietën tuaj mund të jenë të larmishme, por ju duhet të tregoni kujdes me sasinë e përdorimit të uthullës së mollës. Gllojnka gjithashtu duhet të jenë të vogla. Ekspertët thonë se nëse doni të filloni një regjim ku përfshihet edhe përdorimi i uthullës së mollës, atëherë është mirë ta nisni atë ngadalë që trupi juaj të marrë përfitimet e duara dhe të evitojë kështu komplikacionet e saj. Rregulli i artë është që nuk duhet të pini më shumë se 2 lugë gjedhe uthull molle çdo ditë, dhe kjo e tretur gjithmonë në ujë, asesi ashtu siç është direkt nga shishja. Mos pini uthull molle përpara se të shkoni për të fjetur. Ekspertët këshillojnë të mos pini uthull molle para gjumit, dhe nëse e tresni në ujë, ajo vazhdon të jetë e dëmshme për ezofagun, veçanërisht nëse ju qëndroni shtrirë. Njerëzit duhet të qëndrojnë në këmbë 30 minuta pas konsumit të uthullës së mollës, në mënyrë që ajo të mbrojë më mirë kështu ezofagun e tyre. Tregoni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me përdorimin e saj. Mos pini uthull molle nëse keni ulçra në stomak. Uthulla e mollës ka aciditet të lartë dhe si e tillë është e dëmshme për njerëzit që kanë probleme me stomakun, veçanërisht me ata që vuajnë nga ulçrat. Uthulla është irrituese për stomakun dhe mund të përkeçojë gjithashtu situatën tuaj. Prandaj tregoni të vëmendshëm me përdorimin e saj. Ajo mund të shkaktojë efekte anësore të acarimit e ezofagut. Përdorimi i uthullës së mollës mund të shkaktojë acarime të ezofagut, tubi që transporton ushqimin nga goja në stomak. Ndaj duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm me përdorimin e saj për të evituar kështu komplikacionet e rënda që mund të krijojnë në shëndetin tuaj. Duke e përdorur uthullën e mollës brenda sasive të lejuara dhe normave të duhura, atëherë do të merrni edhe përfitimet e saj. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti, po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell të mira për trupin dhe për organizmin. Por si mund ta pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë, nuk rekomandohet të konsumohet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet në një filxhan me ujë. Sugjerojnë jo më shumë se 1 deri në 2 lugë gjedhe uthull molle të tretur në një filxhan me ujë, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë të plota dhe gjithashtu organizmi të marrë të gjitha vlerat. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni uthull molle të tretur në ujë? Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër, e cila do të mbrojë shëndetin tuaj të stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë si laksativ, duke zgjidhur çështje siç janë për shembull konstipacioni. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund ta aplikoni në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet e tyre më të mira të mundshme. Gjithashtu, myku dhe infeksionet janë një dëm i vazhdueshëm i organizmit që del shpesh jashtë kontrollit. Uthulla e mollës mund të përbëjë një recetë shumë të mirë kundër këtyre shqetësimeve, dhe përdorimi i saj në dietën tuaj në formën e duhur mund të jetë një mburojë e veçantë në rritjen e vlerave të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.